Përshëndetje, faleminderit për pjesëmarrjen sot në prezantimin e lojtarëve të reja që kena afruar në merkaton e verës. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm lojtarësh që kena afruar në periudhën e merkatos, që ekipi të jetë sa më i plot në kompeticionet evropiane dhe konkretisht në turin e dytë, ndërsa të cilit luajnë me datën 58 gusht në Çipër. Janë 12 lojtarë të afruar në këtë periudhë, janë duke përfshi portën, mbrojtjen edhe mesfushën dhe sulmin, por edhe në stafin teknik kemi bë afrime një vajzë të ekipit tonë, Adiola Kanxhimi. Kështu që mendoj me këto lojtarë dhe me grupin e lojtarëve të sezonit që u mbyll, ekipi është kompletuar, është stërvit këto ditë me intensitet, ka bërë një fazë përgatitore shumë mirë në qytetin e Puks rreth 20 ditë, edhe tashmë po jep ato përgatitjet e fundit që aktiviteti dhe këto ndeshje shkojnë sa më mirë për ekipin tonë dhe të arrijmë ato objektiva që vllaznia gjithmonë i ka mallore që të kalojmë në turin tjetër të UEFA Women's Champions League. President, po asnjë vështirësi në gjetjen e lojtarëve vendose apo prodhimin nga ekipi i të rinj, pasi para çdo kompeticioni evropian vjen re një numër i madh lojtarësh që afrojnë skuadër. Është me drejt pyetja jote, është një problem në vetë edhe ky, bile mallor, sepse tregu vendas është shumë i varfër edhe lojtarët kryesisht që dalin nga kampionati jon tashmë janë afirmuar si lojtarë dhe kanë oferta, kanë kërkesa për paga më të mira, normalisht na janë detyruar edhe në varësi të kontratës që kena me lojtarët, ato që ju përfundojnë kontratat mund të lëvizin dhe kanë lëvizje pjesë kryesisht në Turqi, sepse pagesat edhe niveli nuk ka shumë i lartë, por pagesat janë më të mira se tek ne, kështu që janë këto lëvizje dhe janë të pashmangshme, por nuk janë realisht të mira, sepse i vjen që të formatohet ekipi pothuajse çdo vit, ose më thonë edhe 2 herë në vit, sepse kemi lëvizje edhe në janar, edhe pyetja jote është me vend, por ne do t'i përgjigjemi tregut, jemi detyruar që të gjejmë tregun, gjejmë ato mundësi që të afrojmë lojtarë, kryesisht i kemi marrë nga Amerika, nga Brazili, kemi nga Norvegjia, nga shtetet tjera që nuk kanë përfshime në rajon, por edhe këto kanë problematikat e veta, sepse ka një kosto shumë madhe, plus është edhe lidhja e ekipit ose harmonizimi me ekipin e këtyre lojtarëve do kohën e vet, sepse nuk mund të bëhet ekipi për një periudhë shkurt dhe vështirësitë normalisht janë, por ne jemi detyruar të operojmë ashtu siç është edhe tregu. Riguardo skuadra për Kipër? Po mendoj që ekipi është përgatitur shumë mirë, mendoj që është i gatshëm. Sot do dorëzohet edhe lista në UEFA, janë 25 lojtarë që do të federohen për turin e dytë që lozim në Çipër. Mendojmë që është një grup i mirë, mendojmë që grupi i lojtarëve është i plot, është i drejtë për të arritur objektivat. Shumë e vështirë është sepse kemi përballë ndeshjen e parë ekipin kampion Slovakisë që doli si fituesi i grupit 5 të turit të parë dhe finalisti do të dalin nga çifti tjetër Apollon i Limassolit me ekipin kampion të Polonisë dhe 2 fituesit do ndeshin në finale për të kaluar ekipi në turin play-off të Champions League, që i vjen që të jetë turi që mund të arrijnë edhe në grupe ekipi që mund të kualifikohen pas këtij aktiviteti. I kalueshëm kundërshtar gjithë në radhë me kujtu sa Spartaku për disa vite që keni mund. Në Evropë të janë gjithë ekipe kampion. Është turi i dytë, janë selektuar disa ekipe në turin e parë. Janë të gjitha shtetet që kanë shumë lart futbollin e vajzave, kanë shumë më herë se Shqipëria gjitha këto shtete. Janë që kanë investuar shumë prej vitesh, nuk është e lehtë, është shumë e vështirë, por pritshmëritë tona, tujat, të marrë opinionit janë që vllaznia ka treguar që edhe në nivele më të larta ka arritur rezultate pozitive, siç ka bërë edhe para disa vite që u fut edhe në grupe, por me këto vështirësi, me këto problematika, me garë, ne pretendojmë, edhe objektivat tona janë që të kalojmë në turin tjetër të Champions League, që i vjen jetë turi i tretë. Zakonisht në këtë fazë vllaznia ja ka dalë, çfarë shihni më të vështirë këtë moment, krahasuar me vitet e kaluara? Më e vështira mendoj është harmonizimi i ekipit, sepse siç tha edhe Bayraktari më përpara, lëvizja e madhe e lojtarëve ta krijon këtë problem, po të ishin këto ndeshje ndoshta mas një muaj do të flitshim ndryshe, sepse do të kishim zhvilluar një fazë përgatitore më të gjatë, do të kishim bërë ndeshje miqësore, që edhe kjo është një problem veti edhe zhvillimi i ndeshjeve miqësore, sepse
Në Shqipëri janë vetëm 2 ekipe që marrin pjesë në aktivitetet ndërkombëtare në Champions League, Amerika dhe Polonia. Është i vetmi ekip që ne kemi zhvilluar 2 ndeshje miqësore sepse nuk kemi mundësi të zhvillojmë ndeshje miqësore dhe kjo është një minus i madh për ne. Harmonizimi është mendoj defekti më i madh i momentit, sepse ekipi don kohën e vet, janë shumë lojtarë të afruar në ekip, edhe jo kollaj mund të adaptohen me lojën e ekipit tonë, megjithëse stafi ka punuar shumë mirë këtë periudhë, si në aspektin fizik, edhe atë taktik që këto vajzat të përshtatet sa më shpejt dhe më mirë me lojën, me filozofinë dhe objektivat që ka ekipi jonë. Sa ka mbetur faza përgatitore në PUK ekipit? Çdo fazë përgatitore është domosdoshme, nuk është luks faza përgatitore, është detyrim. Ne gjen rastin të falenderojmë edhe herë kryetarin e Bashkisë PUK për mundësinë që na dhan duke na liruar ambientet e sportit, stadiumin ose edhe hotelin ku është akomoduar ekipi, na lehtësoi punën, por faza përgatitore në PUK me temperatura shumë të ulta se në Shkodër, në këto temperatura që ne këtu kishim 40 gradë, aty ishin 10 gradë më pak, i kanë ndihmuar stafi lojtarëve që të përgatiten sa më mirë. Dhe kjo fazë përgatitore mendoj do të japin frytet e veta sesban sepse performanca e lojtarëve do të jetë gjithmonë në rritje. Kualifikimin e grupeve, një ëndër apo mund të realitet? Po përderisa ne kemi arrit, përderisa është investuar, përderisa këto vajza kanë treguar që mund të arrijnë edhe në grupe, nuk është çështje ëndrrët, është çështje besimit, është çështje punët, është çështje e kualitetit. Ne mendojmë që të kalojmë këtë tur herë, të kalojmë turin e dytë që është 58 gusht, edhe të shohim sepse për të arritur grupe është edhe një tur tjetër që i bën play-off-i mas këtyre ndeshjeve, por ne objektivi i parë është kalimi i turit të dytë që janë ndeshjet me 5 dhe me 8 gusht. Suksese. Faleminderit.